A ke dëgjuar ndonjëherë për një nga vendet më të mallkuara në tokë, të ndaluara nga pejgamberi ynë Muhammed a.s. Ka një vend shumë interesant ku muslimanëve u ndalohet të hyjnë. Ky qytet misterios ndodhet pikërisht në zemrën e tokave të kuqe të Arabisë në Al-Ula. Do të dëgjosh rrëfime tronditëse për ata që kanë shkelur në këtë vend dhe për atë që ka ndodhur në të kaluar. Dhe ato do të fusin frikën në palc. Do të dëgjosh për herë të parë vendimet e qeverisë saudite dhe mbretit e zhvillimet e reja. Nuk do të besosh sa e rëndë është situata. Nëse je gati, le ta fillojmë këtë udhtim të frikshëm. Ka toka ku dhe koha ndalet dhe heshtja mbizotron mbi gjithçka. Ka lugina ku dhe erat më të egra humbasin zërin. Në veri perëndim të Arabisë, në zemrën e kuqe të shkretetirës, flen një qytet, Al-Ula. Për ata që e shohin nga larg, duket i qetë. Po për ata që kalojnë pranë, është një emër që ngjall frikë të thellë. Këto toka, ku një prit me harruar gjeti trup, tregojnë një histori që bëhet më e thellë sa më shumë që mbetet e heshtur. Kjo zonë e mallkuar dhe ndaluar nga pejgamberi ynë Muhammed ndodhet në zemër të Al-Ulas. Sot kjo zonë ndodhet në veri perëndim të Arabisë Saudite, rreth 300 kilometra në veri të Medinës dhe vetëm 670 kilometra larg Qabes. Sipërfaqja e saj është më shumë se 22.500 kilometra katror. Mes shkretetirës, shkëmbinjve dhe luginave, ky vend fshet gjurmët e heshtura të historisë, mbart lavdinën e kaluarës dhe zemrimin e Allahut njëkohësisht, si një varrez pa zë. Thendur në gur, Medinetu Salih, i njohur edhe si Hijra, qëndron ende në këmbë. Është vend banimi i popullit të Themudit, kombi i pejgamberit Salih a.s. I njohur për aftësitë e mrekullueshme në gdhendjen e maleve që i shohin ende sot. Sot nuk ka mbetur gjë përveç strukturave madhështore të gdhendura në shkëmbinj. Një tërmet i madh që ndodhi mijëra vite më parë dobësoi shtresën mbrojtëse nëntoksore. Sot shkencëtarët kanë zbuluar një vrim të madhe të ozonit, pikërisht mbi këtë zonë të shkatëruar. Për këtë arsye, rajoni përballet me rrezik të lartë për tërmete, sëmundje të lkurës, kancer dhe stuhina dyrore. Shekuj me radhë ka pasur njerëz që kanë guxuar të hyjnë në këto toka. Herë aventurier, herë tregtar, herë udhëtar të jetur për kuriozitet, por shumica janë kthyer me pendim. Sipas tregimeve, disa humben mendjen pas vetëm një natë, e disa nuk mbijetuan deri në mëngjes. Ata që u kthyen mbeten pa fjalë. Kur përpiqeshin të shpjegonin atë që kishin parë, syt u zmadhoheshin nga frika, por fjalët nuk dilnin. Për këtë arsye edhe karavanët që vunin nga uria në shkretetir preferonin të mos hynin në kufijtë e këtij vendi. Kjo tokë nuk ishte për të gjallat. Nëse dëshiron, le të vazhdojmë me atë që ndodhi kur pejgamberi ynë Muhammed a.s. kaloi nëpër këtë zonë me shokët e tij. Nxehtësia godiste si një thikë e mprehtë. Me çdo hap këmbët e tyre fundoseshin më thellë në rër dhe çdo frymarrje diqte mushkëritë. Shokët e pejgamberit a.s. që ndiqnin të dërguarin e Allahut, pas hapi, lëviznin me durim dhe besim. Njëkohësisht, ata po sprovoheshin me uri dhe etje. Kjo nuk ishte një udhëtim i zakonshëm. Më vonë do të njihej si ekspedita e Tebukut, një histori që tregon për qëndresë dhe besim. Ecën për ditë të tëra, natën flinin duke u dridhur në nyje, uji po mbaronte dhe ishte vështirë të gjenin puse. Pastaj, para tyre, u shfaqën shkëmbinjtë e lashtë. Al-Ula, pejgamberi Islam, hyrë në kufit e kësaj lugine të heshtur me shokët e tij, duke ecur me hapa të rëndë. Gjurmët e popullit që dikur jetoi aty ishin ende të gdhendura në gur, por nuk kishte asnjë shenjë jete. Vetëm hije dhe një ndjesi e rëndë nga e kaluara mbi zotronin. Shokët të jetur dhe të lodhur nuk i besuan syve kur pan puset pranë luginës. Disa nisën të nxirrnin ujë me duart e tyre, disa mbushën enet, disa pinë, disa përzien ujin me miell për të bërë brumë dhe disa pjekën bukë. Dukej si një bekim, por toka po dridhej lehtë, si një paralajmërim i heshtur. Askush nuk e vuri re. Befas, një zë theu heshtjen. Ndaluni. Ishte një zë i mprehtë, urdhërues dhe i thellë. Të gjithë syt u kthyen nga i dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Ai po shikonte shkëmbinjtë e luginës me sytë e rrësuar, me një trishtim të thellë dhe shqetësim në fytyrë. Shokët hodhën poshtë enet e ujit, duart që po brumin ndaluan, e gjithë ushtria ra në heshtje të thellë. Muhamedi alayhis salam me hapa të rëndë ju afro puseve. Ishte sikur këto toka i kishin përshpëritur një të vërtet të padukshme. Me një zë që i dridhej, ai tha: "Mos pini nga uji i këtij vendi. Mos bëni brumë më në të. Çdo brumë që keni bërë, jepuani kafshëve." Frikë mbushi emrat e shokëve menjëherë. Të gjithë lëvizën me panik. Enët e ujit u zbrazën në tokë, brumi u holl tutje. Askush nuk donte të gabonte në një tokë për të cilën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam paralajmëroi me kaq shqetësim. Ushtria
mbeti krejtësisht e heshtur si një hije e rëndë që kishte zbritur mbi tokë. Pejgamberi alayhis salam, pa e larguar shikimin nga shkëmbinjt, vazhdoi. Që nga tani, edhe nëse duhet të kaloni nëpër këtë vend, kaloni duke qarë, dhe nëse nuk mund të qani, atëherë kaloni me frikë në zemrat tuaja. Ishte sikur një zi e fshehur, po jehonte mes shkëmbinjve. Shokët ulën kokat dhe ecën përpara me hapa të rëndë, me zemra të mbushura me frikë të thellë. Kjo nuk ishte një lugin e zakonshme, por cila ishte fshehtësia e kësaj toke që edhe pejgamberin ndjeu frikë. Çfarë sekreti fshihej pas shkëmbinjve të heshtur të Al-Ulës? Për të gjetur përgjigjen, du të kthehemi shumë brapa në kohën pejgamberit Salih alayhis salam. Kjo ndodhi rreth 4000 vjet më parë. Në këto toka të djegura nga dielli që sot i quajmë Al-Ula, jetonte një popull që kthente qytete nga gurët. Ata kishin arritur kulmin e pasurisë, lavdisë dhe fuqisë. Ky popull quhej populli i Themudit. Ata jetuan pas pasardhësve të tyre, popullit të Adit, dhe sunduan këtë tokë të gjerë. Kishin aq të përparuar sa ndërtuan pallate, tempuj dhe varre, duke i gdhendur në shkëmbinjt e luginës. Në mes të shkretëtirës, ata krijuan një qytetrim prej guri, dhe këto struktura qëndrojnë ende sot. Por duart që i ndërtuan to do të përballeshin me një fund të tmerrshëm. Sepse në fillim populli i Themudit besonte në njësinë e Allahut. Me kalimin e kohës, pasuria dhe luksi i bëri arrogant. Krenaria pushtoi zemrat e tyre. Ata krijuan idhuj dhe filluan të përuleshin para gurve që vetë kishin gdhendur. Allahu zgjodhi pejgamberin Salih nga mesi i tyre për t'i udhëzuar. Në Kur'an thuhet: "Kujtoni Allahun që ju bëri pasues të popullit të Adit dhe ju vendosi në këtë tokë. Ju ndërtoni pallate në fushë dhe gdhendi shtëpi në male. Prandaj kujtoni begatitë e Allahut dhe mos bëni shkatërrim në tokë." Surja Araf, ajeti 74. Pejgamberi Salih i ftoi popullin e tij të kthehej në tauhid, në adhurim vetëm të Allahut. Por ata e tallën, e fyen. Duke kërkuar një mrekulli si justifikim, ata thanë: "Na nxjerr një deve 7 10 muajshe nga ky shkemb. Nëse e bën këtë, do të besojmë." Salihu u lut te Zoti i tij dhe mrekullia ndodhi. Shkembi u ça dhe nga brenda doli një deve gjigande me sy të ndritshëm dhe me ngjyrë të bardhë. Të gjithë e panë me sytë e tyre këtë mrekulli. Disa besuan në pejgamber lekun e Salihut, por shumica e refuzuan. Kjo deve nuk ishte një kafshë zakonshme. Jo ishte e dërguar nga Allahu dhe një rregull ishte vendosur për ta. Një ditë deveja do të pinte nga uji i popullit. Ditën tjetër populli do të mund ta përdorte ujin. Në fillim populli pranoi, por së shpejti filluan të ndiheshin të bezdisur. Pse duhet të ndajmë ujin tonë me një deve? A do të pijë një kafshë ujin që u duhet gjithë njerëzve? Rebelet filluan të komplotonin. 9 burra u mblodhen fshehura zinatën, kur errësira ju afruan deves dhe me mizori e vran mrekullinë e Allahut. Kur pejgamberi Salih dëgjoi çfarë ndodhi, ai ra në heshtje të thellë dhe tha: "Ju keni 3 ditë jetë. Ditën e parë fytyrat tuaja do të verdhosen, në të dytën do të skuqen, të tretën do të nxihen dhe në ditën e katërt do të vijë ndëshkimi." Erdhi dita e parë, fytyrat u verdhën, e dyta u skuqen, e treta u nxin. Tani të gjithë e kuptuan çfarë po vinte, por ishte shumë vonë. Pejgamberi Salih bashkë me besimtarët u larguan nga qyteti. Kur doli dielli atë mëngjes, një zënj të mërshëm erdhi nga qielli. Toka u ça dhe malet u trodhen. Duart që dikur kishin gdhendur shkëmbinjt, tani kishin përgatitur varret e tyre. Kurani thot: "Një zëj fuqishëm i përfshiu dhe ata ranë të vdekur të përkulur në gjunjë." Surja Hud, ajeti 67. Populli i Themudit u shkatrua atë ditë. As pasuria, as pallatet prej guri, as ndërtesat e gdhendura nuk mundën t'i shpëtoni. Ky tregim nuk është thjesht një pjesë e historisë, është një paralajmërim. Çdo popull që u shkatrua kishte diçka të përbashkët. Harruan atë që u dha begatit dhe injoruan paralajmërimet. Por ishin populli i Themudit ata që përhumbën paralajmërimet. Një tjetër paralajmërim mund të vijë nëse nuk mësojmë nga historia, e cila tani është shumë më afër se sa mund të mendojmë. Përderisa dikur këto toka ishin të mbushura me tërshtim dhe ndëshkim të Allahut, tani janë duke u shndruar në një qendër argëtimi dhe turizmi. E gjithë kjo po ndodh pasi qeveria e Arabisë Saudite vendosi të kthejë rajonin e Al-Ulas në një qendër argëtimi në projektin e saj Vizioni 2030. Mjaft interesante se përse u zgjodh kjo zonë për një projekt të tillë. Sot gjithnjë më shumë hotele luksoze dhe facilitete për argëtim po ndërtohen në Al-Ula. Rajoni tani është mbushur me festivalet e muzikës elektronike, shfaqje me drita dhe aktivitete të ndryshme argëtimi. Duket sikur askush nuk pyet më
si është e mundur që njerëzit janë kaq të pavëmendshëm? Paralajmërimet e shenjta tani janë harruar. Megjithatë, ata që paralajmëruan ishin të dërguar e Allahut. Për botën moderne, historia është bërë vetëm një dekoracion. Duket sikur mesazhet që ka dërguar Allahu janë thjesht histori të vjetra, por rruga e Allahut nuk ndryshon kurrë. Çfarë po ndodh tani në këto toka? Nuk është një festival, është një lloj harrese. Harres barazi me harrimi i ndodhur. Muslimanët duhet gjithmonë të qëndrojnë të lidhur fort me mësimet e Islamit dhe të shmangin çdo lloj ngjarje që shkon kundër tij. Qoftë Allahu udhëheqës për këtë popull dhe na ruaj të gjithëve nga gabimet.